Përshëndetje, shpirt i bukur, shpresoj të jesh mirë. Unë jam Rina, një psikologe dhe një coach. Jam nga Kosova, nga Prishtina, por jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për ty. Me të ndihmu ty mi arrit të gjitha qëllimet e tua në këtë jetë. Besoj që kjo video mundet me transformu komplet jetën tënde nëse ti e shikon këtë video deri në fund dhe fillon me praktiku gjithçka që unë të them sot, ki me pa shumë ndryshime të mëdha, sepse do flasim për diçka më të thellë. Do flasim për fëmin tënd të brendshëm. Shpesh ne duam me kriju diçka në jetën tonë, dojmë me manifestu diçka, ndoshta një shtëpi të re, një punë të re, më shumë para, më shumë dashuri, po krejt këto gjëra besoj që dojmë i manifestu sepse dëshirojmë me kriju një ndjenje brenda vetës dhe shpesh është një ndjenje që nuk e kemi marrë si fëmijë. Mundohemi me plotësu diçka që nuk ka qenë e plotësuar të ne si fëmijë. Dhe sot do zbulojmë më shumë për fëmin tënd të brendshëm. Ndoshta ti e din çka don me arrit në jetën tënde, po sikur nuk po mundesh me fillu me ndryshu. Ndoshta friksohesh nga refuzimi, ndoshta vazhdimisht e kërkon aprovimin e të tjerëve, dëshiron me pas dashurin ose mbështetjen nga të tjerët. Dhe nëse po, mundet me ndodhë që fëmia jote i brendshëm ka nevojë për shërim dhe ka nevojë që ti të dëgjosh, që ti të kthehesh mbrapa te ai verzion dhe ti shërosh të gjitha plagët që ai verzion i ka. Besoj që secili person e ka një të kalume që sidomos nga fëmiria mundet me pas shumë efekt te ti edhe si i rritur sot. Unë shpresoj që me këtë video mundem mi ju ndihmu. Kam mundësinë me bisedu me shumë prej jo edhe me kuptu që secili prej jo e keni një histori shumë të ngjashme. Nuk keni marrë çka është dashur me marrë nga fëmiria juve. Dhe shpesh herë po e shoh që të shumë klient po është e njëjta gjë. Një nga temat që shfaqet më së shumti kur fillojmë me punu me fëmin e brendshëm është marrëdhënia me prindrit, sidomos me babat. E di që shumë prej jo jeni rritur pa e marrë vëmendjen, afërsinë, mbështetjen apo ndoshta dashurinë që jo e keni meritu si fëmijë. Jo sepse prind nuk ju kanë dashur, se e di që aq kanë ditë, nuk kanë ditë më mirë. Nuk kanë qenë aq të informuar si jemi ne sot. E di që rrethanat kanë qenë ndryshe në atë kohë, ka qenë marrë me shpreh dashni për fëmin tënd. Shpesh herë më shumë i kanë kushtu rëndësi të tjerëve ose musafirëve sesa fëmijëve. Fëmia kanë qenë në fund të prioriteteve. Dhe nuk duhet me harru që janë rrit në një kulturë krejt ndryshe nga sot. Ne sot kemi shumë informata, kemi shumë kohë me shpenzu me familjet tona dhe rrethanat janë thjesht ndryshe. Shpresoj. Unë nuk po mundohem me fajsu askënd, sepse kjo nuk të ndihmon me asgjë. Hapi i parë nuk është fajsimi, është vetdia. Kur ti je i vetëdijshëm për faktin që, okay, edhe nëse ndoshta nuk e ke marrë dashurinë që ti e ke meritu, ose vëmendjen, mbështetjen, nuk ka qenë sepse ti ke qenë në faj. Okay? Ti nuk e bo asgjë keq, dhe ti mundesh me shëru vetën tash, është shumë e mundshme. Në neuroshkencë mësojmë për neuroplasticity, që ne gjithmonë mundemi me riprogramu mendjen tonë, që ato gjëra që të kanë ndodhur në të kaluarën tënde, mos me pas më efekt te ti. Sepse ka ndodhur kur ti ke qenë fëmijë, kur truri yt ende nuk ka qenë i zhvilluar për me kuptu se çka po ndodh. Dhe ti i ke marrë krejt ato gjëra që të kanë ndodhur, ato eksperienca, i ke mbajt brenda vetës dhe ke mendu që ka diçka keq me ty, që nuk është e vërtet. Kur flasim për fëmin
ton të brendshëm, flasim për pjesën e sistemit tënd emocional, që është formuar në vitet e para të jetës. Psikologët shpjegojnë që përvojat e hershme krijojnë mënyrën se si ne e shohim veten, si i shohim të tjerët, çfarë bindje kemi për dashuri, për suksesin, për parat. Krejt këto gjëra i mësojmë nga fëmiria kur ne jemi shumë të vogël. Kjo lidhet edhe me attachment theory që është formuar nga John Bowlby. Marrëdhëniet që ne i kemi në fëmiri e diktojnë jetën tonë më vonë. Pra lidhjen që ti e ke pas me prindrit ndikon në lidhjet që ti i ki si i rritur. Imagjino një fëmijë të vogël, që dëshira më e madhe e këtij fëmijë nuk është mi pas $1 milion. Të vetmen gjë që ky fëmijë don është dashuri dhe vëmendje. Dhe me u ndi sikur janë të mirë, janë të mjaftueshëm. Aq ka nevojë një fëmijë. E mundet me ndodhë që nuk e ke marrë këtë si fëmijë. Imagjino këtë, ti je një fëmijë i vogël dhe vazhdimisht prindi yt të thotë, jo, nuk je i mirë në këtë, pse nuk po din më mirë, ti duhesh me ditë më mirë, ose të bën me u ndi që nuk je i mjaftueshëm, nuk je i dashur, që ti duhesh me ndryshu veten për me qenë i mirë. Ky fëmijë nuk mendon, nuk e ka aftësinë me mendu, prindërit e mi ndoshta e kanë gabim. Jo. Ky fëmijë mendon, okay, unë nuk jam i mjaftueshëm, unë nuk meritoj dashuri, unë asnjëherë nuk kam e qenë i suksesshëm sepse prindrit e mi nuk besojnë në mu, nuk besojnë që unë jam i suksesshëm. Prindrit të kanë ushqy, janë kujdes për ty fizikisht, po nuk janë kujdes për ty emocionalisht, sepse nuk kanë ditë më mirë. Ndoshta nuk të kanë pyet si po ndihesh sot. Dhe ti ndoshta ke mësu që nuk duhet të kem nevoja, nuk duhet të shqetësoj askënd, dhe më vonë bëhesh i rritur dhe kujdesesh për gjithkën, po për veten jo, ose nuk e lejon askënd me u kujdes për ty, ose e ki shumë të vështirë dhe nuk e din pse e ki shumë të vështirë me tërheq një partner të mirë në jetën tënde, që është emocionalisht mirë, ose që nuk të bën me u ndi keq, sepse ti ke mësu që kjo është dashnia, që dashnia është kur dikush nuk të shpreh dashni, nuk të jep vëmendje. Krejt këto janë bindje që ti i ki thellë brenda vetës, dhe nuk po them që kjo ndodh me gjithkën, sepse e di që ka shumë njerëz që nuk e kanë këtë eksperiencë, po une veç po ju tregoj çka une po shoh tek klientët e mi, se nëse une shoh diçka që po shfaqet shumë, mundet me ndodhë që kjo është e vërtet edhe për shumë njerëz tjerë. Shpesh vendimet tona vijnë nga fëmia jon i brendshëm. Për shembull, nëse ti je tu bisedu me dikën dhe i ke shkru mesazh dhe nuk ta kthen për disa orë, a ndihesh ndoshta në ankth pse nuk u përgjigj dhe mendon që ai person ka faj sepse nuk po të shkruan, po shpesh është fëmia i brendshëm që nuk po ndihet rehat sepse nuk e ka marrë atë vëmendje si fëmijë dhe tash mundohet me kompensu dhe me u siguru që gjithkush e don, që gjithkush është aty për ta dhe që nuk ka me lon asnjëherë. Ndoshta je në punë dhe dikush të jep një kritik të vogël, të thotë, a mundesh kët herën tjetër me bo ndryshe, ti mundesh me marrë shumë tragjike. Wow, a për shemb, nuk jam i mjaftueshëm, asnjëherë nuk di si të bëj asgjë, dona tash me provu edhe më shumë mi tregu këtij personi që unë e di që unë jam i mjaftueshëm dhe mundohesh, ndoshta është një kritik shumë e vogël që nuk duhet me pas efekt te ti aq shumë. Disa shenja që fëmia yt i brendshëm ka nevojë për shërim është që gjithmonë ki nevojë për aprovimin e dikujt tjetër, frikëzohesh nga refuzimi, nuk mundesh me marr asnjë kritik, e kritikon shumë veten ose mundohesh shumë me i kënaq të tjerët vazhdimisht dhe e ndryshon veten veç për me qenë më i mirë në sy dikujt tjetër. Ndihesh që nuk meriton dashuri dhe jep shumë dashuri, edhe nëse dikush nuk tregon që ka shumë interes për ty, dhe e ki të vështirë me vendos kufi.
Kjo do të thotë që ki nevojë për shërim të fëmisë tënd të brendshëm. Metoda më e mirë me bo këtë është meditimi, vizualizimi. Është mirë me bo një vizualizim ku ti takohesh me fëmin tënd të brendshëm dhe vetëm e lejon me fol. Ose se e di që shumë njerëz e kanë pak të vështirë me vizualizu, me pa atë vërzionin, mundet me ndodhë që vetëm e ndëgjon, e nin se çka ka nevojë me të thonë, ose e ndjen me emocionet e tua. Çka do që shfaqet është krejt në rregull, sepse kjo është pjesë e shërimit. Okej, shpirti i bukur, shpresoj që të ka ndihmu kjo video dhe nëse të ka pëlqy, mos harroni të bëni like dhe të komentoni dhe nëse keni ndonjë sugjerim për një video tjetër, më tregoni në komente. Shpresoj të kaloni një ditë sa më të mirë dhe sa më të lumtur dhe shihemi në videon tjetër. Tong tong, miropafshim, ju dua shumë.